Për besimtarët e krishterë në Korçë, 1 marsi, i njohur si Dita e Verës, ka një kuptim të veçantë, simbolik dhe shpirtëror. Ajo përfaqëson fundin e dimrit dhe fillimin e një periudhe të re, të lidhur me ringjalljen e natyrës, shpresës dhe begatisë. Besimtarët ortodoks e festojnë këtë ditë me rituale të veçanta, ku një nga momentet më domethënëse është ndezja e zjarreve në mbrëmje. Ky ritual simbolizon pastrimin, largimin e së keqes dhe mirëpritjen e një stine të re, me shpresë dhe begati. Ndërkohë ata që gëzojnë më shumë për këtë festë janë fëmijët. Në drekë bëjmë kulaç dhe në darkën ndezim zjarrin. Verorët i keni vendosur? Po. Zjarri simbolizon djegjen e të gjithë të ftohtit. Për mua është shumë qejf kur bëjmë kulaç dhe këtu në fund kur ka përzejmë zjarrin. Zakonisht kur i heqim verorët, i marrin dallën ndyshet, siç e dim. Na ka thënë edhe gjyshrit, por edhe këto simbolizojnë pranverën. Mua më pëlqen kjo ditë se është e bukur. Kur dezim zjarrin gjëja më e bukur që më pëlqen. Krahas ritualit të zjarrit, në familjet korçare përgatiten dhe gatime tradicionale, të cilat ndahen mes të afërmëve si shenjë mbarësie dhe bashkimi. Bëjmë kulaçin e shoqërojmë me fiq. Njëkohësisht bëjmë veroret që ja u vëmë pjesëtarëve të familjes. Na pëlqen. Është një festë që mirë është që të mos u mbasë, dhe në datën 1 dhe në datën 14. Atmosfera festive ndihet në çdo lagje të qytetit, ku qytetarët shkëmbejnë urime dhe ruajnë gjallë këtë traditë të trashëguar ndër breza, si pjesë e identitetit kulturor dhe shpirtëror të Korçës.